والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Vazhdojmë me këshillën e dytë të radhës nga Aisha radiallahu anha. Muaviju radiallahu anhu përdesa ka qenë prijës i besimtarëve në Sham, i shkruan në Aishës dhe i thot: "Ma dërgoni një letër, një këshill, por le të jetë e shkurtër." Pastaj Aisha radiallahu anha jep selam, "Assalamu alaikum, amma ba'd." Thot: "Men iltamasa ridallahi bi sakhatin nasi كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس." Thot Aisha radiallahu anha, pasi që i jep selam, kush e kërkon kënaqësinë e Allahut, edhe nëse njerëzit zemrohen me të, Allahu do ta mbrojë edhe do t'ia largojë atij barrën e njerëzve. Ndërsa kush e kërkon kënaqësinë e njerëzve, duke e zemruar Allahun, Allahu do ta lërë atë në dorën e njerëzve. Kjo këshilla e Aishës radiallahu anha, siç e ka kërkuar Muaviju, shumë e shkurtër, shumë e rëndësishme, shumë përmbledhëse dhe shumë goditse. Për arsye se Muaviju kur e ka kërkuar këtë këshill për Aishës, siç e thash, ka qenë prijes në Sham, në Sirinë dhe pjesën e Shamit që është e njohur në vendet e sotshme, Siria, Palestina, Libani dhe Jordani. Aisha radiallahu anha ja ka dhënë një këshill e cila i përfshin këtë njerëzit, edhe neve, mirë po i përfshin ose i ka në mënyrë të drejt për drejt në pa ata që kanë pushtet, ata që kanë punë me njerëz, sikur që ka qenë Muaviju radiallahu anhu. Dashur vëllazni, me vepru diçka që e kënaq Allahun, që Allahu është i kënaqur me ta, edhe me synu kënaqësinë e Allahut, pa të pengu njerëzit, është e lehtë, është e thjeshtë. Kjo është kategoria e parë. Me vepru diçka që e kënaq Allahun, duke qenë në jetën kohë edhe kënaqësi ndaj njerëzve, edhe që i kënaq njerëzit, atë kjo është e lehtë. Me lyp njerëzit diçka, një shërbim, një vepër, një punë, që edhe Allahu e don. Edhe kjo është e lehtë. Ose më kohë një punë që Allahu e don, po të njëjtën kohë dojnë edhe njerëzit. Edhe këta me bo, është lehtë. Kurse me desht, me i dhonë përparësi, kënaqësisë Allahut, diçka që e kënaq Allahu, kur kjo bjen kundërshtim me kënaqësinë e njerëzve, këto është pikpyetja. Dhe për këtë arsye Aisha radiallahu anha, për shkak se e ka lyp shkurt, nuk i ka himi përmend këto që janë të lehta. Ka shku direkt te pika problematike e çështjes. Nëse bjen me një situatë që kënaqësia e Allahut vjen në pikpyetje për shkak kënaqësisë njerëzve, çtu ku jeti. Dhe këtu në realitet bëhet edhe dallimi mes njerëzve. Këtë dallimi që bëhet mes njerëzve, çtu bëhet. Për arsye se njerëzit këtë botë, dashur vëllazni, ose për shkak pushtetit, siç ka pas Muaviju, ose për shkak frikës, ose për shkak politikës ndryshme, i kthejnë ligjet e Zotit, e lojnë kënaqësinë e Allahut anash, edhe shkojnë anas, majtas edhe djatës. Dhe pastaj e humbin faktikisht lidhjen që duhet me pas muslimani me Allahun në formën më të spikator, sidomos siç thash, momenti ku bjen në pikpyetje. Është interesant vëllazni, në luftën e Tebukut, që e dini atë tregimin e Sa'd ibn Ka'b ibn Malikut, edhe munafikave. Tregimi është i njohur që ato 3 persona që s'kan marrë pjesë në luftë,
edhe pastaj që i ka dënu, Allahu e ka urdhëruar pejgamberin sa me i dënu për shkak se s'ka marrë pjesë pa arsye, me pas arsye, kanë pas drejt. 50 ditë muslimanët as ju kanë folë, as që edhe gratë veta ju ndohë, ju largu prej tyre. Ajo që është interesant, në luftën e Tebukut, shumë munafik s'ka marrë pjesë. Me 10. Ato që kanë shkuar te pejgamberi, kanë thonë s'kena mujtë të marrë pjesë. Kena pas arsye, pejgamberi ka thonë, rregull, vazhdoni. Hecni. Allahu e përshkruan që gjendjet munafikave. Thot yahlifuna lakum litardau anhum. Fa in tardau anhum fa inna Allah la yarda anil qawmil mujrimin. Betohon para ti, o Muhammed, betohon para ti që ti me u kënaqsh me ta, mu pajtu me ta, me thonë rregull. Po edhe nëse ti kënaqesh me ta, Allahu nuk kënaqet me njerëz keqbërës, me njerëz të këqe. Ata kanë shkuar te pejgamberi, kanë thënë na s'kena pas mësi. Jo na arsyetu. Pse dashur vllazni? Pse këta janë arsyetu e këta 3 muslimanë janë arsyetu? Këta 3 muslimanë nuk janë arsyetu. Kanë thonë se oj pejgamber, oj dërguari i Zotit, s'kena kuni për arsye. Tu dëshmonisën, na mashtroi. Pasuria, në atë aspektin të mira që i kesh në shtëpi, jo po nis, kur e pam që unesëm jo kishin pas shkoj larg edhe u kthyem edhe lam këtë punë. U banëm demela. Edhe e morën që dënimin. Këtu vrehet që kjo çështje edhe pse kjo tema shumë e madhe në fe. A më shumë interesant vrehet kjo punë. Pse? Se munafikat qëllimin e kanë pas njerëzit më kënaq. Ani pse din që Allah s'është i kënaqur me ta. Për këtë arsye kanë lypën më u kënaq pejgamberi. Ai e pranoi po në rregullin, po pedimun me zemër që saç ashtu, po unë më rëndësi është ky më kon çashtu, me menu që është ashtu, edhe pse unë me zemër e di që nuk ka çashtu. Kurse muslimanët, të tre që janë në Kabe o 2 shokët e vet, këta nuk e kanë pas galën, apo ja pranon pejgamberi ajo, kanë pas galën sinqeritetin e vet në zemër. A kanë pas arsye, as kanë pas arsye. Po këtë arsye, masi që Allahu e përmend që ka pranuar pendimin këtu në treve, në surën Tobe, në ajetin masi që përmend që ka pranuar pendimin, në ajetin më poshtë ka thotë ja ju alladhina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin. O që të keni besuar, friksojeni Allahut dhe bëhuni me kan. Bëhuni me njerëzit e vërtet. Me njerëzit e drejt. Që do më thonë, Kabi, për shkak që kësaj pozite, Zoti ja pranoi pendimin e tij edhe e zbriti ajetin në Kur'an për arsye se zemrën e ka pas drejt lidhur me Allahun. Ani pse ka bërë gabimin. Dhe për këtë arsye Allahu mas tregimit Kabe thotë banu me njerëz të drejtë, jo me ata që janë të luhatshëm. Edhe jo me ata që japin përparësi gjërave kësaj bote ndaj kënaqësisë Allahut. Çështja kanë pas qëllime të dy parë, çashtu ka ardhur rezultati. Këta kanë pas për qëllim njerëzit më kanë kënaqur me ta, munafikat mirin, s'ka problem, s'keni mundë të marr pjesë në rregull ashtu. Çështja do ku ndodhur pejgamberi, pejgamberi s'u ndodhur me ditë çka kanë zemrat e njerëzve. Kanë ka unë çështja që do ka në rregull, çështja jo çështja është. A i kënaqësi që ty njerëz po besojnë po. A i kënaq me zemrën tënde, me Allahin? Jo, atëherë ti jetë rreth vetën tënde. Atëherë ti ke problem të madh. Ti ke problem njerëzit, nuk i ke problem Zotin. Kurse ata të tjerë, pe din që njerëz janë të kënaq, pe din që ju kanë dhënë. Pejgamberi ju ka dhënë, muslimanët ju kanë dhënë, po pe di çto. Amo unë pe din zemrën që Allahu do të më çandën synimi jam, jo njerëzit. Andaj, kjo këshillë e Aishës radhiyallahu anha na përfshin këtë jetën tonë. Në çdo temë, në çdo mesele, me këshyrën, në çdo pikë, në momentin që vjen kundërshtim, dëshirat e njerëzve, me ligjet e Zotit, cilës po japim përparësi. Apo japim përparësi që asaj që e kënaq Allahun, apo japim përparësi asaj që i kënaq njerëzit. Kur e kupton muslimani që tem, sojnë atë gatshëm, mi nënshtru Allahut, mu mundu me kënaq Zotin, mu mundu me qenë konform asaj që Allahu ka prej neve, e sheqi shumë për pyetjeve në jetën e tij praktike, në meselet e fesë, s'kan vend. S'kan vend. Nuk ka vend te muslimani, normalisht,
Po tham normalisht, nuk ka vend te muslimani me thonë hoxh, çka më bëve kam një punë që s'më më fal atë. S'ka vend kjo pyetje. S'ka vend kjo pyetje. Automatikisht direkt, nëse s'mundesh më fal, i bën që ti jetë ju dhon përparësi punës ndaj Allahut. S'ka komentim tjetër. Vallai hoxh çka më bëve, po du me praktiku që ta, po nuk kam mundësi se rrethën e kam kështu. A është për obligimeve të fesë? Nëse është sunet, nëse është diçka e mirë, është meselë tjetër. A është për obligimeve të fesë? Po, atëherë ti bën një pyetje vetes. Apo don që me e kënaqë Allahun, me bëni vepër që Allahu kënaqet me ta, apo do me bëni vepër që Allahu, që njerëzit kënaqen por ashtu Allahu hidhnot. Ashtu Allahu hidhrot. Po këtë arsye po i marr dy shembuj dashur vëllazëni. Veç për me kuptu pak më shumë pse ç'është, kjo është temave të mëdha të fesë. Çështja e kënaqësisë që muslimani synon me kënaqë Allahun me veprat e tij. Nga sa e din se nëse ai mundohet me kënaqë Allahun, Allahu ka më qenë i kënaqur me to patjetërsisht. Domosdoshmërisht. Pse? Se Allahu është më bujor se sa që ti je ndaj Zotit. E para, pe këtyre shembujve. Me thonë tash dikush pej neve qëto, ose unë me thonë juve. A ma shumë e ngon urdhin e babas tënde ose nënës tënde, apo një person që ka ardhur nuk jetë e njoft hiç kush është. Hiç din kush është, veç ka ardhur tash qëto. Edhe thot baba jote ose nëna jote ose vëllavi jote ose dikush që është më i madh se ti. Ç'është banja? Ai thot jo, mos ja bash kështu. Një logjik kish më thonë jo, kjo pyetje zvohet hoç. Ai me pas njoft atë njerin, apet sa kish me ngu e le mo që s'pedima kush është as pe njoftme. Ky është shembull tepër banal. Ky është shembull tepër i thjeshtë, tepër i ulët. Pse? Se jam tu e krahasu raportin tonë me njerëzit në raportin tonë me Allahin. Për me kallëzu ma lehtë, për me kallëzu ma thjeshtë. Do më thonë, nëse logjikisht nuk ka mundësi as me orë pyetje, me i dhonë përparësi një personi që nuk e njeh hiç. Ndaj dikujna që e njeh që ki respekt për ta babë, non, vëlla, e kështu me radhë, atëherë çish ka mundësi me dhonë përparësi krijesës ndaj krijuesit. Nëse që kjo është dallimi sa i madh mes krijesave. Në fund janë këtë njerëz. Janë këtë krijesa. Atëherë çish ka mundësi me i dhonë përparësi krijesës ndaj krijuesit. E thjeshtë. E dyta, shumë prej neve, në jetën tonë praktike, nëse dojmë diçka në vetën tonë, kina qef me bo, edhe me na thonë njerëzit diçka na thojmë, jo mërë, sa shtu më interesu. Thoj shka dush e sa shtu më interesu, pse që shtu për kam qef une. Po më pëlqenë mu që kjo. Shumë prej neve, ose shumica e njerëzve, se janë egoista. I thot dikush diçka, thot, jo, thot, kjo është mendimi jot. Po që kjo është ma mire, që kjo është mendimi jot. Po zbane kështu në rregull, unë e po du me bo. Nëse ti menon që është në rregull. E tash paramenoj, kur ki qef ti për vetën tënde, se ki problem që i prish raportet me njerëzit, i ndohën njerëzit me ty, përlohën, nash një kanë mendim keq për ty. Pse? Se po don ti me realizu një plan tënden. E që është pyetje, kur Allahu kërkon prej teje diçka, edhe ti tutesh që po i ndohën njerëzit. Më konë që i vetë po ki qef, s'tani që i ndohën njerëzit. Më konë që po ki qef vetë, s'tani që po i ndohën njerëzit. A më tash që Allahu po donë diçka, këtu po tutesh mos po i ndohën njerëzit. Edhe kjo nuk është logjikshme. Andaj tash vëllazëni, pse i bën ashtu dy shembuj? I bën ashtu dy shembuj për me kallëzu. Sa më shumë që ka vend Allahu në zemrën tonë, çaq më pak kanë krijesat vend. Sa më pak që ka Allahu vend në zemrën tonë, çaq më shumë kanë krijesat vend. Zemra ka më mush me diçka. Madhrimi i Allahut, dashuria ndaj Zotit, lidhja me Allahun, mbështetja në Allahun, sa më shumë që ka vend të në zemër, çaq më shumë këtë tjera të hikën. Për këtë arsye, kush e ka mri gradën më të lartë të lidhjes me Allahun, cilët pejgamber? Cilët pejgamber? Dy pejgamber që janë, cilët e ka mri? Ibrahimi edhe pejgamberi alayhis salam, Muhamedi alayhis salam.
Pse? Se i kanë mri dy pozita më të mëdhajat që jo lidh me Allahun. Kur ka perëndu hona dhe dilli që ka thonë Ibrahimi që kjo është Zoti jam, që ka polemizuar me popullin e vet, sa e ka ditë që nuk është Zoti vet. Çka thot në fund të ajetit? La uhibbul afilin. Sa shkë Zoti jam, pse? Se unë nuk i dua ata që ka perëndojnë. Çfarë do të thonë? Do të thonë që për Ibrahimin Zoti është vazhdimisht lidhje me ta. Momenti që i largohet, sa shkë më Zot për Ibrahimin. Momenti që i largohet Zoti pe mendjes tij, pe zemrës tij, nuk ka më Zot. Pse se u kun çaq i lidhur me Allahun që s'ka pas mundësi me nushi perëndon Zoti për ta. Çit pozita ka mri pejgamberi sa më dhe më nalte pozita e ihsanit. Ihsani që ka në hadith. Cili është ihsani? Ka thonë pejgamberi sa me adhuru Allahun sikur që ti pe shef Allahun. Edhe pse ti nuk e shef, Allahu shef ty. Pejgamberi ka mri çta. Pejgamberi ka mri sikur që e ka pa Zotin. Edhe pse me sytë e vet se ka pa. E ka pa dritën e Allahut, po Zotin se ka pa. Mi po e ka ndjerë në mënyrë të vazhdueshme Allahun. E tash sa pse këto dy janë kon Khalilullah, pse janë kon dosat e Allahit, por arsye se asnjë zemër e njerëzimit në sipërfaqen e tokës nuk ka qenë më e mbushur me Allahun se zemra këtyre dyve. E për shkak se u mbushte pejgamberi sa në zemra me Allahun, Allahu e ka tregu, e ka përgatit pejgamberin sa në momente të caktuara me tjetrës që mi ka thënë që veç Allahun dosh me pas zemër, jo dikant tjetër. Për këtë arsye, momenti që pejgamberi pak është mbështet te Hatixha, ka dek Hatixha. Momenti që pak është mbështet te Abu Talibi, ka dek Abu Talibi. Edhe i ka hek pejgamberin sa krejt ta shkaqet, Allah ja ka hek pejgamberin sa kit ta shkaqet për më ka për këtë dynjaje ose për njerëz ose për dikant, veç për Allahun. Jo për dikant tjetër. Edhe ka mbrit pozitën më të lartë që ka mundësi me mbrit dikush lidhjen e tij me Zotin. Andaj që të dy shembuj që e puna se dola pak larg në temë, po për me shpjegu çka do të thonë me qenë zemra e lidhur me Zotin. Që të dy shembuj që i pruna janë për me na kallëzu se në realitet pse njerëzit mendojnë që çka më vë, ç'është më avë, për arsye se është dobësu pozita e Allahut në zemra. Është dobësu pozita e Allahut në zemra. Nuk e ka qatë dikim që të me pas zemra tona. Edhe pastaj e vinë qëto temat pikpytjet e çuditshme në mesin ton, mesin e muslimanëve. E kalojmë te pika e dytë se mos zgjat më shumë. Çështja e dytë do të vllazni. Aisha po i thot Muavijat, kush munohet me kënaq Allahun edhe nëse i hidhron njerëzit, Allahu ka më i mjaftu atij në çështjet edhe problemet e njerëzve. Dhe kush munohet me i kënaq njerëzit duke hidhur Allahun, Allahu ka më hidhru me ta dhe kamelon ai në në dorë të njerëzve. Ka më dorëzuar në dorë të njerëzve. Aisha nuk i ka thonë Muavijat, që kjo është pika e dytë, si ka thonë filan njeri ose filan njeri. Si ka thonë çto? I ka thonë njerëzve. Edhe i ka thonë mënyrën e shquar në gjuhën arabe. Që do të thonë krejt llojet e njerëzve. Pse veçova që të këshill mënyrë të veçantë? Për arsye se ka në mesin tonë musliman ndryshëm që munohet me praktiku, me kënaq Allahun me veprat e tij, përderisa është me njerëz të tjerë. Momenti që është me njerëz të familjes dorëzohet. Kurse Aisha nuk e bën këtë dallim. S'po thotë si ti je me babën edhe me nonën, ti duhesh me bë tolerime. Si ti je me dikant tjetër mos bë tolerime. S'ka kështu. S'ka kështu, për arsye se tashin ato fol për një lidhje, për një raport me Zotit edhe krijesave. Tani këtu hin krejt. Por këtë arsye unë e kam shpjeguar se kujtohet tek këshillat e Sa'd ibn Abi Waqqasit, atë fjalën që ja ka thonë në vet. Që kur e ka banuar ky Islamin ajo usmu, ka rënë në shtrite, ka desh me deke, ka mojtën domthonë nuk ka hungur ushqim me dietë, domthonë ka abstenu pe ushqimit e ka menu njerëz që ka me dek. Edhe ka thonë ajo vet, ka thonë që ky u kon shumë respektues ndaj saj. Çdo herë ka thirrë me emra ledhatues. Edhe ja ka thonë
Ani, unë e po rriqëtën që gjendje letoj njës që Sadi e mytë në orën e vetë. Sadi e mytë në orën e vetë. Edhe ka menu që qështu këtina ja dridhë kontë. Që ka thonë Sadi? Oj, no. Allahe. Jo që shpirë që i ki që tash. Po 100 shpirë me të dhënë Allahe. Edhe me dalë një ka një. Pim një qiqit dhe të i fundit. Nuk e kam jetë me lëviz pe që se bindës të me që e kanë. As me lëviz nuk e kam jetë. Kësë dhe më thonë që a i se ka respektu në vetë, a i ka respektu qatë shumë në në vetë, sa që është përmenë në tregime, kur nuk e ka thirë në emnin veç nonë. Po shdo herë e ka thirë në forma ledhatuse, në nosh e kështu me radë, mund që është përdorë në gjuhën tonë popullore. Mirë po kërë thonë pyetje të feja, ka thonë baba Allah, po. Kjo sa është mundur temë. Këtu Allah i është për para. Allah e kena kibli që e kena për namaz, e kena edhe njëtën tonë. Andaj Aisha nuk pëthot mua vijet një lojt njëzve e një lojt njëzve jërë, për këtë lojt njëzve. Gjdo lojt njëzve që është këtë si përfaqe të tukët, nëse vjen në krahasim ai me Allahun, Allahu ka për parësi, bile është marrë dhe une është marrë me diskutu. Edhe është marrë me përmen. Me muslimane kam përshëllim, se ata shka janë larkë fejës, ose ata shka janë musliman ma dopë, ma kështu, normalisht aty duhet me së sharu. Andaj, më konën në qëtë pozitë që është dohet, mi dhonë për parësi Allahut, në çështjet ma larkë që janë, edhe pastaj mu dërzu për shkak nonës edhe babës, në çështjet fesë, pa thamë, s'po foli për sunet edhe na shpesh tojmë që leje, që ta vanoje, që ta këshylle, që ta ashmandryshë, unë po foli për çështjet bazike të fesë, për temat e fesë që janë të rëndësishme në jetën tonë përditshme. Kjo nuk duhet me onë shprehjet e muslimanit. Dhe vjen çështja e tretë, që është këshilla e tretë ose pjesa e tretë e këshillës, edhe që është e fundit, dhe vjen rezultati. Çka ka thonë në fund? Sipas këtij transmetimi, ka thonë Aisha radhiyallahu anha, Allahu i mjafton atij për njerëzit. Nëse ai jep përparësi Allahut, dhe njerëzit ndonjë s'ka problem, Allahu ka mjaftuar. Nëse jo, nëse jep përparësi njerëzve, Allahu e lën dorë tënde. Me një transmetim tjetër, i thotë Aisha, thot, nëse i jep përparësi Allahut, Allahu ka më kënaqur me ta edhe ka më bën njerëzit më kënaqur me ta. Edhe ka mundësi kime pas probleme me praktiku fenë e Zotit. Po ka me me një situatë që njerëzit kanë më kënaqur me ty, ka me qenë të kënaqur me thonën në rregull është, alhamdulillah, shqyrt. Edhe kanë me dosht. Madje kanë me dosht vetveten e tyre pa e mujt nashti me shpreh me gojë. Pse? Se kjo është çështje e Zotit. Zoti e ka ndorë. Mirë, po për me dosh njerëzit, edhe për me mriqit pozitë, duhet me pas edukatën e pejgamberit alayhis salam. Duhet me dhonë përparësi dashurisë ndaj Allahut, kënaqësisë të tij, edhe me pas edukatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me usill me njerëz korrekt, me usill me njerëz mirë, me shpreh njerëz mirënjohje, me shpreh njerëz dashuri, afërsi, edhe mu mundu me qenë korrekt, tamam ç'është duhet në jetën tonë, edhe përgëzohu se Allahu për shkak të sakrificës tonë ka me ta kthyr shpërblimin këtë botë. Shekh Albani e kanë përzon për Siris, e kanë përzon për Jordanit, e kanë përzon për Emiratet, e kanë përzon për Saudis. Pse? Se do meselë që i ka menuar që janë çështu, si kanë ndru. Siri më po dihet. Në Jordan deri në fund që ka dhënë bërë shtëpiak. Këtë desë që i ka marrë në shtëpi, në dhomë vet. S'ka pas det me dalë me marrë desën nëpër xhamia. Amo kit botë tani Shekh Albani. Ku dush me shku në dynjot. Dikush që ka mësuar diçka për fe, e një Shekh Albani. Apo kuptoni çka do të thonë me një rast të thamë, se këto ka pas të dietarët raste shumë, apo veç një rast për kallëzë gjallë. Apo kuptoni çka do të thonë me pasën synim kënaqësinë e Allahut. Allahu ta sjell kënaqësinë e njerëzve edhe më vonë. Edhe më vonë është. Derisa të mrish katër anë e botës, edhe këtë njerëzit ta dinë emrin tonë. Anashti maharat këtë kanë folë kesh për ty. Nëse ke pas tamam që shdohet. Rrugën e dur edhe tamam për hir të Allahut. Ku kon Shekh Albani çfarë pozitë ka pas? Përveç që ka qenë profesor në Universitetin Islamik Medinës 3 vjet, kur një farë pozitë s'ka pas këtë dynjë. Hiç, as imam i xhamis nuk ka. Peçë se dhomës ti dvogël e ka angazhu edhe e ka shtin punë këtë dynjën.
pe një dhomës vogël që e ka pas. Edhe një shtëpi të modeste. Për shkak se ka pas synim veç Allahu, një diçka tjetër. Na çështu mendojmë edhe për Sheh Albani edhe për këtë dietarë e muslimanëve. Po përmendni si rast që faktikisht është mohu pe popullit vet, pe vendit vet në situatat matrona. Është largu pe vendit vet, është munu në forma ndryshme, janë munu me përçmu dhe me ul. Amo kanë dhënë Allahu me ngrit kërkosh s'ka mundësi me ul. Kanë Allahu ul kush do let munohet me ngrit, s'ka mundësi me ngrit. Andaj dashur vëllazëni, rezultati i çdo sakrificës që na japni përparësi kënaqësisë së Allahut ndaj kënaqësive të njerëzve që janë çka janë, është se Allahu pas kësaj na ty ta jep edhe kënaqësinë e njerëzve. Sish problem për sakrificën tonë, për sinqeritetin tonë. Dhe pastaj e fundit, njerëzit së një kënaqsh me kurrë. Njerëzit nuk më kënaqsh me kurrë. Ridha an-nasi thënë arab ghayatun la tudrak. Wa ridha Allahi ghayatun la tudrak. Kënaqësia e njerëzve është një qëllim që nuk arrihet. E kënaqësia e Allahut është një qëllim që nuk lihet. I jepi përparësia asaj që nuk lihet, e leja ata që nuk arrihet. Nuk arrihet ajo. Ç'është thot ai gjuha që i thonë të Nasradini? Ka hyrë në kali, e kalon djalin rrugës të hec, e kamponez ka thonë qysh more. Ti ke hyrë në kali, djalin e kalon të hec. E ndron thot, hajt ta hypi djalin. E hyp djalin, e shef dikush që thot, qysh more thot, baba të hecën ti po rën kali. Asë dhe marra. Qa e po të po hypmi të dëtë. Hypi të dëtë i shetë dikush thot, qysh more thot, s'pi vjet gjuna, shkatrut kalin të dëtë. As banda njoni me zbrita. Zbritin të dëtë. I shetë dikush që thot, po këto s'kush një mi me meve, qysh kalin të e pas as njoni s'kni hypi. Qështu janë njerëzit? Çka dush që bën për ta, nuk kënaqen. Kurse çdo vepër që e bën për Allahun, nëse e bën për Allahun, Allahu e kënaq. Edhe këta e kena me garanci, se kena 90%, 70%, e kena 100%. Andaj dashur vëllazë, këshill e shkurtër shumë, po faktikisht çish i ka thonë Muaviu, çështja ka thonë edhe Aisha. Këshill jetësore. Kush e ka Allahun përpara, ai person do të jetë i kënaqur në këtë botë, edhe do të arrish publimin e kësaj sakrifice, kësaj qasje ti edhe në botën tjetër. Kush nuk e ka Allahun përpara, as ka më bërë rahat këtë dunjë, e as ka më mrije kurrë kur dalim para Allahut ditën e gjykimit. Allahu na bëf till inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.